Imam Huseini, paqja e qoftë mbi të, në Kur'an dhe në hadithe. Imam Huseini është biri i Imam Aliut dhe i Fatimës Zahras, bija e profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Imam Huseini u rrit në hijen e shpalljes dhe të mesazhit hyjnor. Për atë zbritën ajete të Kuranit të shenjtë që shpallnin pastërtinë, shenjtërinë dhe pozitën e tij të lartë. Për e tyre është ajeti 33 në surën Ahzab, i njohur si ajeti i purifikimit, i cili thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Vërtet, Allahu dëshiron të largoj për jush çdo papastërti, o ehlel bejt, dhe t'ju pastroj plotësisht. Po ashtu, është edhe ajeti 61 në surën Ali Imran, i njohur si ajeti i mubaheles, lutje për mallkim, i cili thot: Bismillahirrahmanirrahim. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Thuaj, ejeni t'i thrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetat tona dhe vetat tuaja. Pastaj të lutemi me përullësi dhe të kërkojmë që mallkimi i Allahut të bjerë mbi gënjeshtarët. Sipas komentuesve, fraza ajeti bijtë tanë dhe bijtë tuaj bëhet fjalë për Hasanin dhe Huseinin, paqja qoftë mbi ta. Gjithashtu janë përcjell në mënyrë të shumë hadithe dhe porosi të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, të cilat lartësojnë pozitën e këtij nipi dhe imamit të madh. Ndërto është fjala e profetit, i cili ka thënë: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Allahu e do atë që e do Huseinin. Thënia e profetit, Huseini është prej meje, do të thotë se Imam Huseini është nipi, gjaku, pjesë e familjes dhe e zemrës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, i edukuar drejt për drejt në shkollën e tij. Thënia e profetit dhe unë jam prej Huseinit ka një kuptim më të thellë shpirtëror, sepse mesazhi, feja dhe misioni i profetit do të ruheshin dhe do të ringjalleshin përmes qëndrimit, sakrificës dhe martirizimit të Imam Huseinit. Me flijimin e tij, ai u bë mbrojtës i së vërtetës dhe i parimeve të Islamit. Thënia e profetit, Allahu e do atë që e do Huseinin, tregon pozitën e lartë të Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të tek Allahu, dhe se dashuria për të është një vlerë e madhe shpirtërore. Prandaj, ky hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali shpreh lidhjen e pandashme ndërmjet profetit dhe Imam Huseinit. Imam Huseini është vazhdim i dritës, misionit dhe i moralit profetik, ndërsa dashuria për Imam Huseinin është shenjë e dashurisë për profetin dhe familjen e tij dhe për vlerat që ai mëshiroi, si e vërteta drejtësia dhe sakrifica për Zotin. Paqja qoftë mbi Imam Huseinin dhe mbi dëshmorët e Kerbelas.